Si që dini vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara, nesër presim ditën më të madhe që zbret një herë, që është dita e Arafatit, dita e 9 e muajit të Hijrit. I dashmi Zot alayhi salatu wassalam e ka veçuar dhe specifiku këtë ditë në disa thonje të bekume, ndërtove që transmeton sahabi nderuar Abdullah ibn Jabir radhiyallahu anhu se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: dita më e mirë, më me vlerë, më e madhe tek i madhi Zot xhelal xhelaluhu është dita e Arafatit. Këtë ditë ndodhin çuditëra dhe mrekulli që truni dhe logjika jonë nuk i percepton. Në pas ditën e kësaj dite, i madhi Allahu xhelal xhelaluhu zbret mbi 7 qiell në qiellin e dynjës. Zbritje që i përshtatet madhësi absolute, nuk e imagjinojmë dhe perceptojmë dot me logjikën tonë, por se besojmë se i madhi Allahu xhelal xhelaluhu në mbrëmjen e kësaj dite zbret në qiellin e dynjës, sikurse zbret çdo natë në pjesën e fundit të çdo nate. Kësaj është besimi jonë dhe këtë besim në mënyrë absolute dhe pa më dyshje. Çka do të thotë që mas ditës e nesërmësh, i madhi Allahu xhelal xhelaluhu mbi 7 qiell është më afër dhe më pranë se kurrë ndaj robëve të tij. E dyta, pasi i madhi Allahu xhelal xhelaluhu zbret qiellin e dynjës, krenohet me robët e tij besimtarë, të cilët i lutën i falen, i përgjërohen krijuesit gjithësisë, vetmit absolutit. I madhi Allahu xhelal xhelaluhu krijohet me këto njerëz dhe ja Rabbi i madhi Allah na bëf prej tillve, dhe ku dhe të cilët krenohet i madhi Allah, krenohet tek me lajket krijesat më të pastërta dhe më të lira pranë madhit Allah xhelal xhelaluhu. Dhe nëse do kish krijesje e meritonte të krenohej i madhi Allah xhelal xhelaluhu me ta, do të ishin me lajket Allahu xhelal xhelaluhu.